Unë jam i bish në Ziri, zyrtarisht quhem në Ziraj, por kur në jetën teme se kam qujtë ndryshe vetën pos në Ziri. Jam i lindur në korrik vitit 1957 në fshatin Bardhaniq, një fshat që prafërsisht plus minus i bjen të ketë njësoj largë Gjakovën, Deçanin dhe Klinën. Është një zonë malore, krejt me spyesh atje. Gjatë gjithë historisë njihet si vend liridashës, si vend që ka dhënë kontributin e vetë për liri qoftë në mbajtjen, ruajtjen, strehimin e luftetarëve nga lëvizjet kaçake e deri tek ushtarët e luftës së fundit, ushtarët e UÇK-s dhe gjatë luftës së fundit ka qenë zonë e UÇK-s. Unë kam lindur në atë fshat, në një familje relativisht të madhe. Familja ka qenë rreth 90 antarësh kur kam lindur unë dhe në moshën e feminisë jemi ndarë nga jo bashkësi e madhe familjare dhe kam jetuar me babën, me vëllezërit, me motrat. Baba ka jetuar 103 vjetë, nana ka jetuar 86 vjetë, dhe unë aty kam kry shkollën fillore, pastaj gjimnazin e kam përfunduar në Pejë dhe kam studiuar për gjuhë dhe letërsi shqipe, deri në vitin 1980. Në vitin 1980 jam burgos për shkak të aktivitetit tim të veprimtarive të mia në organizatën ilegale, që ajo është quajtur atko Fronti Kuq Popullor, qendrën e ka pasur në Bohum të Gjermanisë. Me rastin e arrestimit, më janë zënë disa libra, më janë zënë disa afishe, të cilat ishin të gatshme të shpërndahen për festën e flamurin, po aktivitetin ne u përpoqëm ta bënim në gjithë Kosovën, afishet të shpërndanim në gjithë Kosovën, ndërka që dega e grupit, ose dega e organizatës e Frontit të Kuq Popullor ishte në Pejë, ajo ka pasur edhe degë të tjera, për të cilat ne faktikisht nuk kemi pas kontakte për shkak të ilegalitetit, për shkak të fshehtësisë, po ne jemi përpjekur që aksionin ta kryenim në Pejë, por edhe në Prishtinë. Mirë po jemi penguar sepse me 19 nëntor nuk u arrestova. Dhe unë thash se kam lind në një fshat i cili gjithmonë ka qenë fshat liridashës, vend ku ka strehue, ku ka mbajt luftetarët e lirisë. Unë ata kanë qëndruar gjatë edhe në shtëpinë e babait tim. Unë jam rritur përmes atyre tregimeve, jam rritur përmes atyre historive të dëgjuara nga babai im dhe miqtë e tij të cilët e vizitonin shpesh. Po edhe nga rrëfimet në anën tjetër edhe të nanës ime, e cila tregonte se si u ka përgatitur ushqimin, si kanë ardhur, si kanë hyrë, si kanë dalë, për shumë rrëthime që i kanë pas, dhe me këtë rast unë nuk mund të mos vua tregoj tani edhe një ngjarje që shpesh i lën edhe atë anën qesharake, ka dhe atë anën e vetë qesharake. Agja i shkoj ma konkretisht, Mehmet A. Grashkoci është agja i babës presidentes së tanishme. Ai ka qenë njëri ndër ta, pastaj Demali Pozhari, Rambinaku i Dashinocit, ka pas edhe kaçak të tjerë, po ju them ashtu siç ju kanë thënë edhe plesht, të cilët kanë qëndruar gjatë në shtëpinë tonë. Dhe në një rast ata ishin në shtëpi, fundi luftës, brigada Bokelska brigada e rrethon fshatin, i mbledh gjithë njerëzit përpara shtëpisë së babait tim, ndërkohë që ata ishin strehuar në shtëpi. Dhe ka qakt, kjo ndodh diku nga viti 45, fillimi 45, duhet jetë, viti 45, Halil ku janë kaçakt? Ku janë kaçakt i shtrëngojnë fshatin me qitë, kaçakt edhe plako, thot more, po shok vuçk. Thot, për ju fshatin e keni mbledh kot, ju kot e keni grumbullu fshatin, por këta s'kan buk me hangër vete, le mo për kaçakt. Kaçakt nuk kanë gjithçka. Ata dojnë mishe pite. Thot, e këtu veç 2 vjet i majnë kaçakt.
Po kush i man kaçak? Thot kaçak ti maj unë, ti man që ky plaku. Për një plak i lodhur me një shkopin mbështetur, edhe kur thot ti maj unë dhe i man ky plaku, ai plaku e çon shkopin. Me ra thot mos fal, pse po fol, halile don ti bie shkop. Edhe kjo kalon pastaj në një qeshje të përgjithshme dhe ata ai se këta s'ka gjë. Herën tjetër shkojnë në futën nod. Halile a din ku janë kaçak? Thot po. Thot ku janë? Thot po kur më afër nuk e keni, nuk i ki pas. Thot çymër kur më afër? Thot kur më afër nuk i ki pas. Thot mos bën hajgare, thot unë po ju kallzoj drejt. A e vërteta ishte se ata ishin në anën tjetër të murit. Do thot vetëm një muri ndante me ushtarët e Jugosllavisë kaçak. Kështu që unë jam rritur përmes atyre tregimeve. Kjo ishte njëri ndër faktorët, ky ishte njëri ndër faktorët që kanë ndikuar në krijimin tim. Pastaj janë ato librat e rilindasve, Naimi me omalet e Shqipërisë, ku ta di unë, gjithë ato libra, gjithë ato që janë shkruar, libra tjera që kanë ardhur nga Tirana, të cilat ne sot i mohojmë padrejtësisht, sepse që është vërteta me libra të tyre jemi rritur dhe jemi edukuar. Kështu që ky ka qenë edhe ai formimi im. Pastaj është edhe një tregim tjetër për një mësues nga Shqipëria, i cili ka qenë në zonën tonë dhe kur tregonte babai për te kur janë largu mësues pas prishjes marrëdhënieve Jugosllavi-Shqipëri, babai tim i lën amanet, thot ndihmoj arsimin sa të mundesh. Thot ndihmoj arsimin, thot se pa arrit arsimimi kulmin kur Kosova nuk ka me dal, si thonte babai, prish shkaut. Po thot kur del arsimi, kur arrin arsimi kulmin. Thot atëherë kur babai punon polici, fëmia në shkollë dhe në mbrëmje kur takohen në shtëpi nuk i tregon fëmia babait se çfarë ka mësuar në shkollë. Thot atëherë arrin kulmin. Dhe babai im e ka mbështet arsimin jashtëzakonisht shumë. Kur them e ka mbështet arsimin, unë them nga ky aspekt. Mësues kanë ardhur nga Gjakova, kanë ardhur nga rrethi Peq, do thot kanë ardhur larg. Dhe shpesh herë më thonte dil në kodër të fshatit shi, a ka dritë në shkolla jo, dhe nëse kishte dritë në shkollë do thonte se mësuesit ishin në shkollë, s'kishin mundur të ktheheshin, sepse s'kishte ndonjë lidhje tjetër pos udhëtimit me këmbë, dhe udhëtimi me këmbë zgjaste 3 ora, 4 orë, çonte njërin nga vëllazërit e mi dhe i merrte mësues nuk i lente në shkollë. Do thotë më shumë dimrit i ka mbajtur në shtëpi të vet se sa kanë nejt mësues kanë qëndruar në shtëpitë e tyre. Dhe gjitha këto kanë ndikuar në formimin tim, kanë zgjuar interesimin për hulumtimet më të tjeshme, për të mësuar më shumë dhe kështu ka ndodhur, do thotë ajo rruga e krijimit tim. Çka ka ndodhur me Ekua Burgosis, që shka ardhur deri te atë? Sa jam informu, ende konkretisht nuk e di. Sa jam informu, një shok i yni, i cili vinte nga Gjermania me porosi për tek ne, është burgosur, është mbajtur 2-3 ditë, është liruar dhe duket se përmes tij jemi dekonspiru. Shumë vonë ka marrë vesh nga një intervistë e tij që ai është burgosur në atë kohë, në të 80-ën. Dhe ai duket ke qenë i përcjellur. Duket ke qenë i përcjellur dhe me takimin me mu, pastaj përcjellja është zgjeruar dhe unë kam filluar të survejohem, përcjellem nga sigurimi i shtetit, i cili të emrin taman origjinal e ka pas UDB. Dhe në nëntor të 80-s derisa përgatisim aksionin, unë jam burgos. Atë kohë jemi dënuar 2 persona. Jemi dënuar për propaganda armiqësore nga neni famaz i vitit 1900, më falni. Jam dënuar për propaganda armiqësore nga neni 133 i ligjit penal të Jugosllavisë, i cili ishte një ligj ose një nen famkeq i ligjit penal, sepse njeriu dënohej edhe për shkak të mendimit. Do thotë as për të menduar nuk guxonte. Dhe me atë nen jam dënuar. Jam dënuar me 2 vjet burg, ndërka çaj shok që ka ardhur nga Gjermania është dënuar me 1 vjet e gjysmë burg. Janë dënuar edhe 2 të tjerë nga rrethi Gjakovës,
Dhe kështu kemi mbetur në burg. Gjithsej 4 vetë, por pa qenë në lidhje, do thot pa mund të na venin në lidhje me njëri tjetrin në akt akuzë. Dhe përpjekja tyre për ta formuar këtë grup për 4-ve ka dështuar dhe jemi dënuar që të 2 palët, 2-2 jemi dënuar me nenin 133. Kjo me siguri ka qenë në rëndësimi, do si grup për me... Për dënime po, për dënime më të... Po, a kështë mund një ndërtu një farë historie që sa iniciative politike? Mendoj, qysh ka fillu, qysh keni fillu jo më angazhuar e organizuar prej kujt, çfarë lloj ideale? Po, kjo ka qenë pjesë e frontit kuq popullor, atëherë nuk është dashur shumë të ketë dikush që ta organizojë dikë tjetër. Fillimisht do thotë ka mjaftuar kontakti me literaturën, kontakti me programin, me statutin e organizatës dhe shokët e kanë gjetë shokun. Thotë, për pa pas një lidhje, një diçka që i afron shokët me zvete, ka qenë vështirë të bashkohen shokët. Prandaj thotë kjo ka qenë, që e kam marrë një libër të mirë, apo më ka rënë dorë një program ishte interesant, që lexoja që ka i mirë, apo bëjmë diçka në këtë mënyrë, ka shkuar ajo rruga e krijimit të grupeve dhe organizatave. Të paktën flas për grupin tim në këtë rast. Kush kanë qenë grup, po? Po, unë edhe Malush Ademi jemi burgosur herën e parë. Do të Malush Ademi dhe unë, Malushi ka qenë në Gjermani. Dhe unë kam qenë këtu. Ne jemi burgosur spari. Janë marrë në të 10-ën, janë marrë në pyetje dhe 2 apo 3 tjerë të cilët të thotë kanë pas kontakt me neve dhe ju ka rënë sy kontakti me neve. Kjo është sa ka të bëjë me dënimin e parë. Mua atëherë më është në zonë një trakt që edhe sot e kësaj dite përmendsh ja di përmbajtjen e atij traktit. Dhe unë tani edhe po e them. Armiku ju në shekullor, titizmi jugoslav, po i mbush burgjet me patriotë shqiptarë. Por le ta di se nuk do të na frigoj dhe nuk do të na largoj dot nga lufta e shenjtë për çlirim nacional dhe social, si dhe për bashkim me vendin am Shqipërinë socialiste. Rroft populli shqiptar, rroft partia punës, rroft Shqipëria, rroft partia punës Shqipërisë në krye me shokun Enver Hoxha. Kjo ka qenë përmbajtja e traktit me të cilin edhe jemi arrestu. Ka qenë një copë kartë, 10 me 10 cm, letër e kuqe shkruar me ngjyrë të zezë dhe vetë ngjit, se vetëm i heq ajo folja nga mrapa dhe ngjitej kudo. Kjo ishte ajo, të them afishe trakt. Po, llogarisim tash, unë jam burgos, i lindur me 24 korrik 57, i burgosur në 19 nëntor 80, do thot 23 vjet. 23 vjet kam pas kur jam arrestuar. Pastaj në pranverën e vitit 81 ndodhen gjëra tjera. Jugosllavisë përfundimisht fillon të rënohen themelet, po këtu në Prishtinë, ku dhe bajmë sot intervistën, me 11 mars filluan demonstratat. A keni qenë pjesë apo? Unë s'mund të them që kam qenë pjesë derisa unë isha në burg. Të paktën jo pjesë direkte, po mund të them që edhe nuk ka pas, do thotë edhe ndikimi im nuk ka qenë jo prezent. Edhe ndikimi im dhe i organizatës më të cilën kemi vepruar. Do thotë edhe ata kanë ndikuar edhe vetë gjendja e krijuar në Kosovë, vetë rrethanat e krijuara në Kosovë. Në Kosovë, pas shënimit të 100 vjetorit të lidhjes së Prizrenit, ndodhi një ndryshim i 100%. Populli u entuziazmoi, do thotë, dhe filloi të shehet gjërat më ndryshe, filloi të kuptoj lirinë më ndryshe, filloi të sheh se vetë liria është të kuptuarit e domosdoshmërisë. Domosdoshmëria ishte që Kosova përfundimisht lirohej prej Serbisë. Dhe kjo do thotë ishte. Ato ngjarje sollen rrethana të reja, sollen burgosje të reja dhe
ishte dikush që nuk mund të shkojë deri në fund, nuk mund të qëndrojë deri në fund dhe emri im përsëri u lakua në Parasa. Domethënë, protestat e të tanishmes kanë afektuar dhe gjendjen të qëndrimit tonë, por a ju ka përru ajo... A më ka penguar? E ka afektu, po mendoj, a jeni dyshu pra... me ju lidh me grupe tjera? Po, fillimisht jo. Unë përsëri e kam filluar, unë jam marrë në pyetje pas arrestimit një grupit nga Gjakova. Unë jam marrë në pyetje. Jam marrë në pyetje njëherë, do thot dikush, atje ka përfol emrin tim. Dhe nuk e ka përfolur krejt kod dhe krejt rasisht. Pastaj, ka pas edhe të tjerë që janë arrestuar dhe edhe dikush tjetër e ka përfol emrin tim. Është lakuar emrim në Parasa. Prej kuj? Prej Ibishit. Nga kush? Nga Ibishi. Unë vetë paraprakisht kam qenë dy vera para se të arrestohem, 2 verat e fundit para se të arrestohem, unë kam qenë vetë, kam shkuar gjurmë vetë, do thot, ose me qëllim të krijimit lidhjeve me organizatat ilegale që kanë vepruar në Evropën perëndimore. Në vitin 1978 kam shkuar në Zvicër, por jam kthyer pa ndonjë lidhje. Dhe në vitin 1979 kam shkuar në Gjermani. Dhe nga atje unë kam sjellur literaturë të bollshme, kam sjellur libra, kam gazeta, revista të ndryshme, të cilat pastaj kanë kaluar dorë më dorë, të cilat janë lexuar. Po, përmbajtje kuptohet se çfarë përmbajtje, po për shembull Lëvizja Patriotike e Kosovës dhe Hasan Prishtina, Kosova djepi shqiptarizmës, fjalimi Ramiz Alis për lidhjen shqiptare të Prizrenit në 100 vjetorin e lidhjes shqiptare të Prizrenit, pastaj gazeta Shqipëria e Re, Zëri i Popullit, disa numra, pastaj Lahuta e Malësisë, Gjergj Fishtës, ishte Tradhtia e Kaplan Resulit, një libër që faktikisht është i vjedhur libri. Autorësia është e vjedhur sepse Kaplani nuk është autori i librit, katërcifrisht e vërtetuar, po një libër e cila ka kaluar dorë më dorë dhe e cila ka pasur një ndikim të jashtëzakonshëm tek rinia e asaj kohe. Ka pas librat Enver Hoxhës, sidomos vepra e shtatë e cila ka pas bëj jashtëzakonisht shumë me Kosovën, me ato relacionet që Enver Hoxha apo Komiteti Qendror i Partisë Punë Shqipërisë dhe Qeveria e Shqipërisë ja dërgon përfaqësuesve të vet diplomatik, të cilët i ka dërguar në Kombet e Bashkuara, sidomos Mehmet Shehu të tjerëve, çfarë qëndrimi duhet marrë dhe çfarë të flitet atje, çfarë thuhet për Kosovën. Madje më kujtohet mirë një shprehje që thotë rregulloja mirë sa marrin atij revizionistit Beogradit. Ishte fjala për ti të ndresja mirë sa marrin në mbledhjen e Këshillit të Sigurimit të OKB-s, që mbahet çdo vit, edhe sot e kësaj dite. E këto kanë qenë ato librat të cilat faktikisht kanë folur shumë për Kosovën, kanë folur për arrestimet, sepse në Kosovë gjithnjë ka pas arrestime, ani pse ato kanë shkuar në heshtje. Adem Demaçi ishte burgosur për vitin 1975, ishte burgosur për herë tretë, me sa intelektual të rinj, me Tush Krasniqi po ashtu, Kadrias Osmani, Gjafer Shatri, dhe do thotë kishte shumë të burgosur të tjerë, dhe ato gjithmonë kanë aktualizuar këto çështje në për libra dhe në për gjëra të ndryshme, revista të ndryshme apo botime dhe të veçanta. Prandaj edhe do thotë ishin këto që kanë kaluar dorë më dorë, libra të cilët paraqitnin atë nevojën e krijimit të Republikës së Kosovës, të Republikës së Shtatë në Jugosllavi, krijimin e Republikës së Kosovës, për të cilën do thotë unë edhe sot kësaj dite nuk e mendoj se duhet të jetë, sepse projekti shqiptarëve nuk ka qenë as atëherë në kohën e ilegalitetit kur unë kam vepruar dhe kanë vepruar edhe shumë shokë të mi, nuk ka qenë projekt Kosova Republikë, Kosova Shteti i Pavarur, por ka qenë projekt bashkimi i nevojshëm dhe bashkimi do thotë i drejtë i territoreve shqiptare në një shtet veçantë, sepse nuk janë shumë vjet që për historinë të paktën që trojet tona dhe janë okupuar. Dhe këto ishin ato që kanë bërë që ne të angazhohemi, të organizohemi. Ani pse gjithmonë është gjetë një pretekst
të nëzam 28 nëntori, atë përshënojmë këtë njërë 28 nëntorin, ose ja po protestojmë, po fillojmë protestin për ushqim, si që ka ndodhë me 11 mars, por që në prapavin nuk ka qenë çështja tek ushqimi, por ishte çështja tek... Urdhroni? Po, ajo është marrë si pretekst, gjoja që është ushqimi keq, gjoja që ushqimi i dobt, ushqimi keq, që pritjet e gjata në menxë, ku ta di unë në atë kohë kam qenë i burgosur, do thot, po, e paramendoj, po edhe nga bisedat me shok tjerë, po ajo në prapavi ka qenë qëllimi demonstratave, kundër pushtimit të Kosovës, kundër mbajtjes së Kosovës në okupim. Qëndrimi im në burg gjatë asaj kohe. Po të flasim për periudhën e hetuesisë, është një periudhë të tmerrshme. Në hetuesi ushtrohen tortura që njeriu mendja shëndoshë njeriu nuk mund t'i akceptoj, që mund t'ja kalojnë edhe Gestapos së Hitlerit, që mund t'ja kalojnë edhe atyne hetuesve të Stalinit në Bashkimin Sovjetik. Torturat që janë ushtruar mbi të rinj të Kosovës dhe pyetjet janë kush, me cilin, ku, dhe gjana tilla do thotë gjithmonë ju ka interesuar ti krijojnë lidhje dhe të zgjerojnë rrethin e njerëzve që burgosen. Ata kanë pas një metodë të veçantë. Të kanë fol, të kanë thonë që e ke bë ket, do thotë ata kanë saju veprën që gjoja ti e ke bërë. Dhe ti ke thonë jo, nuk e kam bërë, e ke mohuar atë. Ata pastaj kanë ushtruar tortura tilla të tmerrshme që s'mund paramendohen. Edhe përsëri e kanë përsëritur të njëjtën gjë. Ti e ke bërë ket, dhe përsëri ka filluar tortura, do thotë pas mohimit tuaj. Dhe i kanë sjellur njerëzit në atë gjendje që pastaj do thotë ata për të ikur torturës, çka ke bën apo fol apo ja nisin përsëri. Dhe pastaj ato që i kishte dëgjuar prej hetuesit apo prej hetuesve i ka përsëritur. Dhe po e kam bërë ket, dhe kjo ka ndodhur vetëm për të ikur torturës, për t'u shmangur dajakut. Dhe me të dalin në gjyq i kanë mohuar ato gjëra mirë, po gjyqi faktikisht gjyqet jugoslave asgjë nuk kanë marrë parasysh. Për gjyqet jugoslave kanë mjaftuar akuzat ngritura nga UDB-ja e Jugoslavisë. Unë me këtë rast nuk mund të mos e përmend një shembull konkret të studiuar mirë për të vërtetuar këtë, mund ta gjeni në librin Këtu jam për t'i luftuar armisht, monografi për dëshmorin e kombit Xhemal Fetahaj. Ai është burgosur si 17 vjeçar. Do thotë para moshës 17 vjeçare ka përfunduar aktivitetin e tij dhe e ka përfunduar vetëm 10 ditë para se të përfundoj lufta, me që nga afërsia, duke luftuar nga afërsia në llogoret serbe, ishte futur në llogoret e ushtrisë serbe dhe aty u vra. Ai njeri do thotë unë i kam patur në dorë letërkëmbimin, i cili është në libër, i futur në libër në mes të sigurimit shtetit, gjyqtarit, hetues dhe prokurorit. Do thotë letërkëmbimi në trekëndsh, duke i dhënë instruksione njëri tjetrit se si të vepronin në rastin e Xhemal Fetahajt. Do thotë është dokumentacion i publikuar, edhe me faksimil është i publikuar në libër. E kjo ka qenë ajo metoda e tyre. Unë atë kohë do thotë pas hetimeve i burgosur nëntor në mars me 22 dhe 23 mars, me 22 mars jam nxjerrë para gjykatës. Me 22 mars vitit 1981, do thotë 10 ditë pas fillimit demonstratave në Prishtinë. Dhe jam dënuar me 2 vjet burg. Ndërka që në ngusht përsëri filluan hetimet tjera. Përsëri jo këtë herë me 2 vetë, këtë herë grupi u saju prej 13 vetëve përfshirë edhe mua. Dhe përsëri e njëjta procedurë hetimeve, njëjta procedurë hetuesisë që zgjati po ashtu nga gushti deri në shkurt të vitit 1982. Dhe herën e dytë u dënova me dënim prej unik. Do thotë dënimi i parë plus dënimi i dytë ishte dënimi prej 6 vjetësh, si udhëhesi grupit Fronti i Kuq Popullor për rrethin e Pejs. Domethënë tash e bëra një farë lidhje mes tash po dhe meje. Qashtu
u bën një lidhje përmes burgosurve të rinj dhe meje dhe doli do thotë grupi Fronti Kush Popullor për rrethin e Pejs për shkak të cilit si udhëheq i grupit mora dënimin prej 6 vjetësh. Dhe edhe këtë rast unë, sepse sigurisht ju interesojnë detajet, dhe unë e përmeni këtë rast, unë u dënova me në shkurt, u dënova 3 ditë zgjati gjykimi. Në mars, me 17 mars, vdiq baba im në moshën 103 vjeçare. Unë mora vesh në një vizitë të jashtëzakonshme, sepse vizitat e zakonshme ishin me 1 dhe me 15 të muajt, një vizitë që zgjaste 5 minuta. Nuk zgjaste më shumë, dhe ajo ishte mes grilash, do thot grilat i kishim mes një rrjet të metalt, që as gishtin nuk mund të fusi mes vrimash të rrjec për ta prekur gishtin, ta zom nana apo motra kur vini në vizitë. Dhe në një vizitë jashtëzakonshme prej 3 minutash, do thotë sa arriti vllajt më komunikon të lajmin për vdekjen e babës, ka që zgjati vizita dhe mua më ndërprejnë vizitën. Dhe jo atë ditë, por të nesërmen vetëm për të më thyrë shpirtërisht mu më futën në Biruc. Do thotë Biruca ishte një dhomë vogël, vetëm te, pa njeri, pa, do thotë që mbase kur në një rast të tillë njeriu ka nevojë të këmbej 2-3 llafe me diken, do thotë krejtësisht i vetmuar, dhe ajo bëhej vetëm për të më thyrë shpirtërisht. Ajo ishte bërë me urdhër nga lart, dhe urdhri nga lart ishte urdhri nga sigurimi i shtetit. Hetimet mua mi kanë udhëhequr, do thotë hetimet ndaj meje janë udhëhequr nga Slavković Milivoje, zavendësi i shefit sigurimit për Kosovë, dhe Aslan Slamniki, një kriminal, se për Slavkovicin unë nuk befasohesha se ishte një kriminal i tillë, por një kriminal, një shqipfolës, si që ishte Aslan Slamniki, një kriminal i cili në hetuesi vinë të më thonte me ca durët, leshta si një gorill, vinë të më thonte ti salat për drek nuk ke për të ndalë. A e din ti sa njeriu i ka dalë bari mi trup, sa njeriu i ka dalë bari mi varë për këtyre durve dhe mi tregonte ato duar, ti salat për drek, mu nuk e mdel. Salat për drek nuk mdel, më lidhë të mirë, më gëshdon të mirë, më heqë të syzat dhe pasaj më dërmante. Dhe ata kur kanë ardhë herën e parë në ngusht, që të dytë, se edhe herën e parë dhe herën e dytë i kanë kryer hetimet, por kur kanë ardhur për hetimet e dyta, në ngusht të 92-shit, në ngusht të 91-shit, më thotë Slavković Milivoj, thotë gdesimi i vish neziri, u nove mbarë prevario si me alidajem të rjeq, da ne možeš više da me prevarish. Edhe do thotë nga këtu fillon përsëri seria e dytë e hetimeve dhe pason dënimi prej 6 vjetësh burg. Qëndrimi im në Vetmin Pej ishte qëndrim prej një jave. Nëse flasim për gardianët e burgut Pejs, me përjashtim, 2-3 tjerë, unë edhe sot e kësaj dite kam një respekt jashtëzakonisht madh për ta, një respekt jashtëzakonshëm, sepse vërtet e kanë merituar respektin. Na kanë trajtuar për aq sa ata kanë guxuar, për aq ata sa kanë pasur hapësirë, na kanë trajtuar jashtëzakonisht mirë. 2-3 tjerë kanë qenë të identifikuar në këmbë me kry me UDB-n. Atë kohë në burgun e Pejs ishte një drejtori e dhunshme. Dhe një gardian i cili nuk jeton më, një gardian i cili ka mbajtur kontakte mes meje dhe shokëve brenda burgut. I quajtur Bilal Përgjegjaj. Ai shkoni dhe alarmon drejtorin e burgut, thotë kemi njeriu që një javë ditë nuk ka ngrënë buk. Edhe vije drejtori i burgut në ora 9 në mbrëmje të kunë dhe kërkon llogari sepse s'kam hangër buk dhe detyrohem të thomë hiç më qafe, hiç më sysh. Nuk të kam shpall grevurie, sepse po të shpall grevurie, unë do të njoftoj, apo s'kam shpall grevurie dhe hiç më sysh. Dhe largohet me atë mallkimin kur në gojë mos traft. Edhe pas 2 ditësh, mua bashkë edhe me 26 tjerë nga burgu i Pejs, ku i kishin sjellur 2-3 nga Prizreni, 2-3 nga Mitrovica, na nisin me një autobus drejt Zagrebit. Për neve ishte drejtimi i panjohur, ne nuk dinim se ku jemi. Fare rastisht,
me një vend ku me kërkesën e disa të burgosurve është nalë autobusi, për shkak të nevoja fiziologjike është nalë autobusi, e kam parë një plakat të shkruar te Nova Gradiška. Atëherë kam marrë me mend se jemi në Kroaci. Dhe na kanë dërguar në burgun e Zagrebit, në Petrinjska 7, një burg si mrena si jashtë i tmerrshëm. Por aty nuk na kanë mbajtur gjatë, na kanë mbajtur 3-4 orë dhe nga aty me një furgon të lidhur me zinxhir dhe me dryna, të cilët shumë shpejt sharruan në mish nga se duart u ajen, na futën një autofrigorifer. Na futën dhe na dërguan përsëri për neve në drejtim të panjohur dhe tek pas një jave kemi marrë vesh se ku jemi. Kur na fusin në oborrin e një burgu në të 4 anët ndërtesa dhe na mbështetën për mur, njërin nga shokët e mi të cilin isha i dënuar dhe i cili ishte afër meje, ishte më i ri se unë, thotë, po dojnë me na pushkatu, sepse i pau të gjithë armatosur me qenë dhe me armë në gjendje gatishmërie, u trishtu. Ai njeri i thëm, jo, mos ke dert. Ndërkaq kur u hap dera para se ne dilnim nga aty, drejtori i burgut thotë, Milesh Polarić, po ashtu një kriminal i tmerrshëm, thotë, jeli ovi su patrioti Enver Hoxha, jeli, thotë në këtë mënyrë dhe na mbështeten për mul. Dhe aty unë kam qëndruar më së gjatë në mesin atyre të burgosurve. Para nesh e kishin dërguar dhe një grup tjetër dhe kishte filluar transferi atyre, i grupit të parë, njerëzve të grupit të parë në burgje tjera kroate. Dhe ne kur kemi shkuar aty, që në ditën e parë, që në momentin e parë, ne jemi nënshtruar një torturë tmerrsisht të madhe. Rrahje se cili i burgosur ka pasur ishin njerëz të 3, 17, 18 vjeçar, 20 vjeçar, 22, 23 vjeçar. Ishte ndonjë i vjetër, po më pak. Gjithsej në për atë burg kanë kaluar më shumë se 75 në burgosur politik shqiptar. Dhe aty kanë ardhur me shërbime mujore njerëz nga të burgosur, më falni. Kanë ardhur me shërbime mujore gardian nga gjithë Kroacia, nga gjitha burgjet e Kroacisë, me motën kush don të rrash shqiptar. Dhe aty ditën dhe natën nuk ka pushuar tortura. Ditën e natën jemi torturuar. Ka qenë koridori 60 metra më tepër i gjatë dhe janë detyruar njerëzit që me brush dhëmbë ta pastrojnë koridorin. Në mënyrën më poshtruese kanë marrë batanien e kanë qitë në koridor, një dyshek mbi batanie, një të burgosur mbi dyshek dhe 2 tjerë është dashur ta tërheqin dyshekin kinse për ta pastruar dhe lustruar mirë koridorin. Do thotë kjo ka qenë trajtimi që ata na kanë bërë. Me orë të tëra na kanë lënë në kam. Aty ishte një gardian shqiptar, të cilin asnjëri nuk e njihte dhe i cili quhej Pero, për të mos u kuptuar se kush është ai. Po megjithatë, bota është e vogël dhe njerëzit njihen shumë shpejt. Dhe ai vinte tek dera, vinte veshin tek vrima nder për të dëgjuar se çfarë po flisim ne dhe për të na spionuar tutje. Ai ishte Agim Sejdiu nga rrethi i Stogut. Nga, nëse nuk gabojmë, nga Studenica. Dhe ai zbulohet rastisht nga ajo shprehia që shqiptari kur ta ndez cigaren, ne pinim cigare, ne ishim duhanxhin, dhe cigaret nuk na lenin, cigaret na lenin po jo dhe shkrepsat. Nuk na lenin shkrepsat dhe kur atyre ju teke vinin të na ndeznin. Dhe në një mbrëmje kur hapet dera për të ndezë cigaret, ai ndezë cigaren, ishte ai Pero, Agim Sejdiu, zvani Pero, ose Agim Sejdiu i quajtur Pero, dhe ai kur ndezë cigaren dora i shkon instinktivisht në zemër. Dhe një shprehje tek shqiptarët dhe në këtë mënyrë dekonspirohet Agim Sejdiu, dekonspirohet se nuk është Pero, po është Agim Sejdiu, dhe pastaj qarkullon të nga dhoma në dhomë lajmi, Pera është shqiptar. Pera është shqiptar, dhe me thonë, të njoftohen të burgosur i tjerë, të kje i kujdes. Pas 235 ditësh në atë burg në fund kam mbetur fare, vetëm kam dalë me peshë trupore 26 kg. Dhe atë i veshur me rrobat të dimrit, rrobat të burgut të dimrit, në të cilat bënin pjesë edhe këpucë të thella dhe të rana, këpucë që përdoren në përkantierë ndërtimi. I tillë është burgu i Kroacisë. Dhe nga burgu i Kroacisë, në dhëtorin e vitit 1982, unë dërgohem, po ashtu i lidhur, me tren dërgohem deri në burgun e Zagrebit. Dhe nga burgu i Zagrebit, pastaj në burgun e Stara Gradiškës.
Aty ishin disa nga ata me të cilit kishim qenë në Gospiç bashkë, por aty e gjejmë edhe simbolin ton të rezistencës, simbolin ton të lirisë, Adem Demaçin. Dhe në atë burgun kam qëndruar 4 vjet. 10 ditë më pak se 4 vjet kam qëndruar në atë burg. Një kohë kam qenë edhe në dhomë me Demaçin, dhe në atë burg puna ka qenë e detyrueshme për të gjithë burgosurit. Kushtet e jetesës kanë qenë jashtëzakonisht të këqija, shtretërit shumë të këqinj, dyshek të stërvjetruar, batanie të stërvjetruara, një papastërtie të tmerrshme, dhe do thot në kushte dhe rrethana të tilla kanë mbajtur dënimin të rinj të shqiptar. Ai ka qenë një burg jo normal, ai ka qenë një burg për recidivist. Dhe në atë burg ka pas edhe 32 herë të dënuar, një person i dënuar deri në 32 herë. Do thot, nga 2 herë deri në 32 herë të dënuar ka pasur në atë burg. Dhe në dhomë nuk e qenë me 1, 2, 3 apo 4, por kanë qenë 36, 38 vetë në dhomë. Ka patur nga të gjitha kategoritë që njeriu s'mund t'i marrë me mend. Dhe e vërtet ishte poshtrim i njeriu të shkelin në mënyrën më drastike të drejtave qoftë edhe të burgosurit. Lidhje me shqiptarë të tjera, a i keni pas të artikulium, a i ka qëndrimi politik, sa keni qenë brenda, që keni rezistu të krejta? Qëndrimi politik ka qenë i njëjtë i pa ndryshuar. Falë se cili vetvetes, bindjes ti, nuk ka pasur luhati mes burgosurisht politik, nuk ka pasur thyrje, nuk ka pasur, do thotë të gjithë kanë qëndru stoikisht. Burgu i Starogradishkës nuk ka qenë një burg i zakonshëm, nuk ka qenë një burg për shqiptarët faktikisht, për kundër kushtet dhe atyre që i përshkruva më parë. Burgu i Starogradishkës ka qenë një universitet për shqiptarët. Universitet i shndruar nga Adem Demaçi dhe vetë të burgosurit. Sepse ne kemi dalur, kemi pasur shëtitjen me përjashtim të dimrit. Gjatë dimrit nuk ka pas shëtitje. Në repart punës në pavion. Ndërka që gjatë pranverës, verës dhe vjeshtës kanë qenë shëtitjet e pasdites, 2 herë në ditë çtunave dhe të dielave ka pas shëtitje. Dhe gjatë këtyre dytve, ne kemi dalur në shëtitje dhe asnjëherë Adem Demaçi nuk e kemi lanë të shëtiste vetën. Adem Demaçi ka shëtitur bashkë me neve. Do thot 2-3 me te. Dhe ato shëtitje kanë qenë shkollë, sepse Adem Demaçi ka dhënë shpjegimet të ndryshme, ka dhënë sqarimet të ndryshme. Adem Demaçi ka shpjeguar. Ato kanë qenë tema, historia shqiptare, gjeografia e dheut, të drejtat e njeriut, tregimet ndryshme, do thotë temat ndryshme nga politika, nga historia, nga sociologjia, nga filozofia, do thotë nga të marrëdhëniet ndërkombëtare, të gjitha llojet e temave janë diskutuar në burgun e Starogradishkës. Shtypin e përditshëm e ka parapaguar burgun nga një ekzemplar, në të gjitha gjuhët nga një ekzemplar, dhe rilindja ka ardhur. Por rilindja ishte zëdhënëse e Lidhjes Socialistët Popullit Punues të Kosovës, të cilën sot as lart e ngrisin, që faktikisht nuk ishte më tepër se një zëdhënëse e organeve jugoslave. Ne kemi marrë dhe shtypin, kemi parapaguar, secili nga ne ka pas të paktën një revistë të parapaguar. Dhe unë nëse kam lexuar duken intervju në Ninin apo ilustravan apo politikën, unë kam envizuar artikuj që duhet t'i lexoj secili nga ne, artikuj që ka pas ka lexon njeriu ta. Njëjtën gjë e kanë bërë edhe të tjerët. Dhe në këtë i parë që ishte Adem Demaçi. Do thot ai i nënvizon të gjithë artikujt me atë motën që mos i lëshoni pa i lexuar, me porosin që mos i lëshoni pa i lexuar. Dhe shtypi kalonte nga dora në dorë, ne lexonim, ai ishte i parapaguar zyrtarisht. Do thotë edhe vinte legalisht tek ne, dhe pastaj ne ja përcilnim shëtitje i këmbenim me pavionet tjera, gazetat. Po, për çudit burgosurit dinë dhe gjëra tjera të bajnë. Dhe ne kemi arrit ta kemi edhe një radio në burg. Radioja është montuar tëra në burg, ka qenë një kuti kartoni e zakonshme, ka pak ato për zë dhe për stacioni ka pak të pastave të dhëmbëve. Dhe ajo dëgjohej natën me kokë të mbuluar, me batanie me kokë të mbuluar, dëgjohej natën me kufje në vesh dhe të nesërmen lajmet ju i pëshin shokëve. Unë kam pas mundësin të kem atë radio për kohë të gjatë,
dhe fillimisht kur ja përcjellim lajmet Demaçit, ai dëgjonte lajmet me kujdes. Po pas 2-3 herësh ku po i merrni këtë lajme, pyet, ku i merrni këtë lajme? Dhe baci nuk rrehej. Baci duhet me i tregu drejtë. Baci kemi një radio kështu, dhe ai pastaj reagimi i tij ishte paksa i ashpër, jo për diçka tjetër, por nga se ne i dhimbseshim, sepse thonë po ta zën radion, pastaj do të pësosh kesë në qeli, do dënohesh. Mirë, po kur u bindë se ne se kemi ndërmend për me u dorëzu në drejtim, atëherë tha mbajeni, merrni me radhë dhe ai që mbani me mos shumë ti le ta mbaj ai. Me që unë e kisha një muj ma herët, e kisha mbajt më gjatë, isha në rrjedhë të ngjarjeve, kur i raportova për lajmet, fola më shumë, basën do shta dhe sajova ndonjë llaf më shumë, të tha mbaje ti radio. Po unë ndëgjoja Tiranën ndëgjoja. Ndëgjoja Tiranën, ndëgjoja BBC, ndëgjoja Zërin e Amerikës, dhe do thotë ndëgjoja këto radio të huaja, si çfarë thonë për Jugosllavinë. Dhe do thotë lajmin e parë që e kemi marrë, lajmin e parë kur është burgosur grupi i Beogradit, një grup i Gjillasit me 28, ka qenë ajo francuska 7 e njohur, është burgosur për shkak të një platforme atje ku di unë me Akademinë e Shkencave dhe të Arteve të servisim me ata, do thotë këtë lajm ja kam interpretuar Demaçit mëngjes, ata janë burgosur shtunën mbrëmje është dhënë lajmi dhe unë nesër mëngjes të dielën i kam thënë Demaçit bac ka ndodhur kështu. Dhe fjalë për fjalë më thotë. Thotë, shiko bac. Ai mu më thotë një emër tjetër, ai mu vetëm një herë më ka thënë emrin tim i bish. Edhe kur ma, ai më thotë edhe sot e kësaj dite më thotë Krlezh. Krlezh është një enciklopedist kroat dhe ai sot e kësaj dite Krlezh më thotë. Edhe kur s'm ka thënë ndryshe. Edhe më thotë, shiko Krlezh. Sot Beogradi është duke bërë përpjekje të ndezë zjarrin në Kosovë. Po mos harro, ai zjarr kapërt është përthyer midis Beogradit. Dhe unë këtu s'kam çka komentoj, sepse të gjithë e dim se çfarë ndodhi më vonë, se çfarë ndodhi me 24 apo me 26 mars të 99-s. Do thotë mes Beogradit vërtet shpërtheu zjarri. Dhe do thotë kështu këto burgu i Starogradish për shqiptarët ka qenë një shkollë, ka qenë një universitet të cilin e ka udhëheq Adem Demaçi. Adem Demaçi ka qëndruar aty, unë e kam lanë Adem Demaçin po në dhomën numër 28 të pavionit 4 të burgut të Starogradishkës, ditën që kam dalë nga burgu. Adem Demaçi ka dalë në prill me 12 ose me 13 prill vitit 1990, 4 vjet më vonë. Çka ndodhi me ju pas burgut? Pas burgut unë përsëri ju bashkova organizacë. Por jo ma frontit kush popullor, sepse fronti kush popullor ishte shkrirë bashkë me organizata tjera, me Lëvizjen Nacionale Shërimtare Shqiptarëve në Jugosllavi, me OMLK-n, organizatën marksiste leniniste të Kadri Zeks, kjo para ishte Jusuf Gërvallës, ishte shkrirë dhe kishin formuar Lëvizjen Popullore për Republikën e Shqiptarëve në Jugosllavi. Edhe nga ajo kohë kam qenë pjesë e asaj organizate, kam vazhduar aktivitetin tim në kuadër të organizatës, mirë po shpejt pas shërbimit ushtarak në vetëm 4 muaj, mirë po shpejt pas daljes nga burgu, jam detyruar të shkoj në shërbimin ushtarak. Dhe unë mendoj se nuk ka pas ushtar më të vjetër se unë në Jugosllavi, sepse kam qenë 30 vjeçar. Dhe edhe Sekretariati i Mbrojtjes Popullore, Sekretariati Komunal i Mbrojtjes Popullore është detyruar nga UDB-ja, nga Sigurimi i Shtetit të ndërgoj ushtar. Shërbimin ushtarak e kam kryer në Ljubljanë dhe ka qenë një kapitull i veçantë i jetës sime, një kapitull që për çdo ditë ka pas provokime nga më të ndryshmet, ka pas përpjekje për të skenuar ndonjë shkak apo arsye për të më arrestuar sërish, mirë po kisha një përvojë gjatë pas vetes, kisha një kujdes të shtuar dhe jo vetëm që jam kujdesur për vetveten, por jam kujdesur edhe për trinj shqiptar që kanë qenë në shërbimin ushtarak, sepse gjatë atyre viteve ka pas shumë shqiptar të arrestuar. Dhe jam kujdesit mos
bëhem objekt gjykatash as unë dhe as të burgosurit tjerë, as të ushtarët tjerë, më falë, të shqiptarët që shërbenin në atë kazermë, dhe ato kanë kaluar shumë vjetë. Ai ishte viti 1987-88, do thotë nga marsi në mars, dhe edhe sot e kësaj dite njerëzit me të cilët unë kam kryer shërbimin ushtarak me një mënyrë ose me një tjetër kontaktojnë me mua, jemi gjithë në lidhje që nga ajo kohë, sepse na ka lidhur një kohë jashtëzakonisht e vështirë. Pas daljes nga ushtria, duke parë se nuk kam gjas për të gjetur ndonjë punë, kam llogaritur si profesion, kam llogaritur profesionin e juristit, se në fundit thoja se do hapja ndonjë advokaturë. Edhe kam filluar të studioj me korrespondencë në fakultetin juridik. Nuk e kam përfunduar fakultetin juridik dhe kam punuar dhe kam vazhduar aty deri në vitin 1990. Gjatë asaj kohe një shok me të cilin kam qenë në burg ka udhëheq, ai ka qenë jo politikisht, ka qenë diçka për komunikacion nëse nuk gabohem, e ka udhëheq një diskotekë në Prishtinë. Dhe ai më ka ofruar zgjedhë punën, këtë mundë me bo këtë bëj, zgjedhë punën që donë të bësh në diskotekë. Ndaq diskojoker, ndaq çka duhet, unë s'dija çfarë bëja tjetër pas garderobjer. Dhe kam punuar garderobjer gjatë sezonit dimrit në atë diskotekë deri në të 90-ën. Gjithnjë aktiv në organizat, kam udhëhequr me Këshillin e Rrethit të Lëvizjes Popullore të Kosovës. Lëvizjes Popullore për Republikën e Kosovës, sepse kjo në vazhdimsi ka ndryshue emrin, derisa sot vetëm Lëvizja Popullore e Kosovës. Pas vitit 1990, unë kam qenë udhëheqës i Këshillit Rrethit për pejen i kësaj organizate, dhe ne kemi vazhduar përsëri me afishe, me parulla, me veprimtari të ndryshme. Karakteri i shkëputjes prej Jugosllavisë, karakteri i shkëputjes prej Serbisë dhe do thotë Kosova Republikë, se pastaj filloi të shihej si një hap drejt bashkimit. Do thotë shpallja e Kosovës, statusi i Republikës për Kosovën, ishte një hap më afër bashkimit, një hap më afër realizimit të projektit të parë apo të programit të parë të Lëvizjes Popullore për Republikën e Kosovës. A ndjeshit ju rënien e Jugosllavisë? A ndjeshit? Jo, ne nuk e ndjeshim. Jo, ne nuk e ndjeshim. Ne nuk e ndjeshim, po ne nuk e ndjeshim atë, po ne punonim që ajo të binte. Këtu u filloi rënimi dhe këtu u përfundoi rënimi i Jugosllavisë. Dhe unë kam zhvilluar veprimtarim në atë organizatë në vitin 1990, edhe tutje, po në vitin 1990 kam filluar të punoj në gazetari. Në Kroaci u ndryshu sistemi, në Kroaci u ndryshu njerëzit, erdhën njerëz tjerë, erdhën njerëz me të cilët unë kam qenë në burg, dhe njeri nga të burgosurit e burgut të Staragradiškës në vitin 1990 themeloi një gazetë e cila quhej Hrvatska danas. Jo danas, por Hrvatska danas. Ajo ka qenë gazeta e parë e pavarur në ish Jugosllavi në kohën e pas luftës së dytë botërore, dhe ajo angazhohej për konfederalizimin e Jugosllavisë. Redaktori i saj ka qenë Ante Taljancic, dhe unë jam angazhuar prej tij për ta mbuluar me informacione Kosovën, Maqedoninë dhe Shqipërinë. Në atë gazetë kam shkruar me pseudonimin Jone Mislić. Pastaj kam punuar për gazetën e tjetër kroate, për gazetën e Marko Veselicës, një gazetë partijake e për 2 javëshme, dhe në këtë gazetë kam botuar me pseudonimin Sokol Nika. Thot, edhe për këtë gazetë kam shkruar për zhvillimet në Kosovë, në Maqedoni, në Shqipëri. Kam disa artikuj botuar me te udhroni. A raportojshit, a shkruajshit në ndërmendet ngjarjes apo opinionojshit? Njëherë u mbajt në qendrën informative të Kosovës, që udhëheqi për LDK-s u mbajt një farë tribune, u mbajt edhe u diskutu. Edhe nuk e dija patën për qëllim të Materesin Vretin, se i kam kritiku shumë edhe ata. Do thotë i kam kritiku shumë në atë kohë, dhe a kishin për të më tërhequr Vretin, a për të më luftuar edhe sot në kësaj diti, nuk e di. Po e di e të më duket Brajn Berisha dhe Milazim Krasnisi, njeri për aty në tyve,
e mori si shembull ai kolegus, unë në ku kam punu për disa, se nuk I përfundova për gjitha për cilat kam punu, po thot ne kemi informata nga tereni se vetëm ai kolegu nga Belgjika, nga Belgjika, nga Oshtaj shihet në vendin e ngjarjes, ndërka që gjithë tjerë po vini dhe po I prit një raporte që po I lëshojmë ne këtu paraqitët në ora 3. Unë kam punu pas për këto 2 gazeta, kam punu për Radio Kopenhagen, Radio Zëri I Kosovës nga Kopenhaga, emisionin gjuhën shqipe, kam punuar për Zërin e Kosovës, gazetë televizijës popullore të Kosovës që dilte në Zvicër. Pastaj kam punuar për radio televizionin australian ABC. Ata e kanë pasur qendrën në Zagreb, qendrën për Evropën Juglindore, dhe për ta kam raportuar, kështu që do thotë, pastaj në vitin 1990 tutje ndryshoi situata ime e punës, sepse u angazhova në gazetari mjaft mirë dhe do thotë isha mirë I situuar. Gjatë kësaj kohë unë kam qenë I ngarkuar nga organizata për kontakte me qeverinë kroate, për të biseduar për çështje sepse organizata në të cilin kam militu ka qenë organizata e cila të gjitha format I ka pas në programin e vet, gjitha format për shtërim. Dhe luftën e armatosur nëse nuk japin rezultate format demokratike. Dhe unë kam qenë I ngarkuar për kontakte me qeverinë kroate për të biseduar për çështjet e armatosjes së shqiptarëve. Nga organizata kam qenë I ngarkuar dhe unë kam pas kontakte, kam filluar me Gjuro Pericën, ka qenë kryetari komisionit republikan, komisionit parlamentar të Kroacisë për mbikëqyrjen e ligjshmërisë së punës së sigurimit të shtetit. Unë me te kisha qenë në të njëjtin burg për kohë të gjatë. Me te kanë filluar kontaktet, kanë kaluar te Janko Bobetko, te Zlatko Bobetko, kështu me radhë. Do thotë, kam qenë, gjithmonë e kam shfrytzuar udhëtimet për Zagreb, kam shkuar, do thotë, në maskën e gazetarit. Sepse s'kisha nevojë, po kam për të paraqitur në redaksi, duhet shkuar një herë në muaj në redaksi, dhe gjithmonë prapa asaj më kam udhëtuar për Zagreb. Edhe kështu ka ndodhur. Në vitin 1990, pastaj filloi edhe në shkurt filloi edhe aksioni I pajtimit të gjaçeve. Këtu do ta jap ose ta saktësoj diçka që më ka rastisur pothuajse gjithmonë ta shoh si një lajm, ta dëgjoj një lajm, ta lexoj një lajm si jo të sa. Thonë se pajtimi filloi në Lumbar. Pajtimi nuk ka filluar në Lumbar, sepse në Lumbar nuk është pajtuar askush. Në Lumbar, nëse nuk gabohem ma ditë, unë nuk kam qenë në Lumbar, po në Lumbar janë zjerë 7 ditë besë, po jo edhe pajtimi. Të thotë, prandaj, në vitin e shkurtë, në vitin 1990 filloi pajtimi. Si shkas ishin demonstratat që ndodhen gjatë të gjithë asaj kohë ndodhen demonstratat 88, protesta, demonstratat 89, 90, unë kam qenë pjesëmarrës në gjitha demonstratat. Dhe roli I lëvizjes popullore të Kosovës jo vetëm te, por gjithkund në Kosovë ka qenë I jashtëzakonshëm në ato në organizimin atyre protestave në mënyrë të drejtë apo të tërthore. Pastaj ne e dim të gjithë që edhe në 2 nëntor vitit 1989 në kodër të diellit këtu në Prishtinë u vranë 2 nga militantët më të bledhë nga udhëheci I televizjes popullore të Kosovës, Afrim Zhitia dhe Fari Fazliu. Dhe roli I këtyre njerëzve ka qenë I jashtëzakonshëm në organizimin e këtyre demonstratave, po njëkohësisht edhe në aksionin për pajtimin e gjaqeve. Do thotë, për të mos thonë të gjithë, pjesa më e madhe kanë qenë anëtarë të lëvizjes popullore të Kosovës. Atyre që kanë marrë pjesë në pajtimin e gjaqeve. Që shfillon pajtimi për unë e lëvizja pajtimit? Unë nuk mund të flas për kontaktin e parë, sepse nuk jam pjesë e kontaktit të parë dhe asaj pjesës së parë nuk jam. Prandaj edhe nuk mund të flas. Jo që shkeni rënë kontakt. Po ne kemi rënë kontakt sepse kanë qenë njerëzit që ne jemi njohur me zveti, kemi njohur njëri tjetrin dhe kështu do thotë pa ndonjë procedurë veçantë, jemi bashkangjit pa procedurë, aty nuk ka pas ndonjë procedurë. Ka qenë një organizatë e vullnetit mirë, ka qenë një grup që u shndrua faktikisht në një lëvizje, që përsëri për hir të saktësisë, për hir të vërtetës se duhet ta them, nuk e bën atë intelektualet e Kosovës. Intelektualet e Kosovës u nxorën nga kabinetet. Respekt për Anton Qetën, është njeriu I parë, njeri që
gjithçka meriton, çdo epitet nga më të mirët e meriton Anton Qeta. Dhe Anton Qeta është njeriu që e ka thënë gjithmonë, do thotë, ndoshta është edhe i vetmi që e ka thënë mënyrën më të mirë, mënyrën më drejtë, mënyrën më të ndershme. Këtë po e bën rinia, jo unë. Do thotë, njerëzit janë nxjerrë nga kabinetet intelektuale, edhe Anton Qeta që si ka prit dy fjalë. Po me njëherë ka dalë dhe është vunë kryt këtij aksionit, rinia ka vunë kryt këtij aksionit dhe në mënyrë të brillante i ka shërbyer dhe e ka udhëhequr këtë aksion Anton Qeta. Do thot janë nxjerr, intelektualet janë nxjerr nga zyret, edhe Zekiria Cana, edhe Mark Krasniqi, edhe Ramiz Kelmendi, edhe Mehmet Halimi, ju kanë bashkuar rinisë. Dhe rinia, duke qenë e tillë çfarë është një rinie sinqert, ajo ka bërë vrapin, ajo ka kryer punën dhe i ka dhënë profesorit i ka dhënë përpara dhe ka pas raste kur janë ngritur ata për ta shtri dorën e pajtimit dhe ne ju kemi thënë ju falemnderit shumë, po ju e meritoni një nder tjetër sepse ju jeni ka bënë një akt të madh, një vepër të madhe jeni duke bërë dhe ju si familje, kjo shtëpi meriton që të nderohet nga Anton Qeta. Prandaj ne do të vim me Anton Qetin këtu ose do të vim me profesor tjerë. Kështu ishte në raport me, sepse shpeshherë përsëri do ta keni dëgjuar edhe ju intelektualet e bërë rinia dhe intelektualet i nxori i vurin ballë. Ndërkaq, nëse flasim për atë strukturën e qetës së pajtimit të veprimtarëve të pajtimit, pjesa dërmuese e tyre kanë qenë të burgosur politik. Kanë qenë të dalë nga burgu. Njerëz që kanë vuajtur, njerëz që kanë dhënë prova në situata dhe rrethana të ndryshme. Prandaj kjo ishte njëra ndër arsyet pse aksioni i pajtimit të gjaqeve ishte i suksesshëm. Arsyeja tjetër është shqiptarët tradicionalisht janë pajtuar përpara luftrave. Është njohur në kohën e paralidhjes Prizrenit, kur ka filluar pajtimi i gjaqeve me binakalinë, me mallësorë tjerë, që njihet me emrin e Islihat. Dhe janë pajtuar gjaqet, do thot, përpara asaj periudhe kohore, dhe ato që nuk kanë arritur t'i pajtojnë Sulejman Vokshi i ka marrë në bezë dhe thotë nga sot, thotë të gjitha gjaqet janë në besën time dhe kush vret kanë për hakmarrje ka punë me Sulejman Vokshin. Dhe Sulejman Vokshi ka qenë ministri i luftës. Ne nuk kishim një forcë të tillë, nuk kishim një kapacitet të tillë.